Një tjetër debat I fortë shpërthen në shtëpi, këtë herë mes Mirit dhe Selinës. Situata nis gjatë një bisede në obor, ku disa nga banorët po diskutojnë për marrëdhëniet që janë krijuar brenda shtëpisë dhe për tensionet që kanë lindur mes disa prej tyre. Në fillim biseda duket e qetë, por shumë shpejt merr një kthes të papritur kur Miri vendos të flasë hapur për Selinën dhe për mënyrën si ai e sheh marrëdhënien mes tyre. Miri I drejtohet Selinës dhe I thotë se sipas tij ajo ende ka ndjenja për të, edhe pse përpiqet ta mohojë këtë gjë përpara të tjerëve. Këto fjalë e habisin Selinën, e cila menjëherë reagon duke I thënë se ai po flet pa asnjë provë dhe se po përpiqet të krijojë një histori që nuk ekziston. Por Miri vazhdon të shpjegojë mendimin e tij. Ai thotë se gjatë ditëve të fundit ka vënë re shumë momente ku Selina ka reaguar ndryshe ndaj tij, duke treguar sipas tij që ende ka ndjenja të pasgjidhura. Ai shton se mënyra si ajo reagon kur ai flet me vajza të tjera tregon shumë për atë që ajo ndjen. Selina nuk e pranon as pak këtë akuzë dhe I thot Mirin se ai po e interpreton çdo gjë sipas mënyrës së tij. Ajo shprehet se nuk ka asnjë ndjenjë për të dhe se gjithçka që ai po thot është thjesht një përpjekje për të krijuar dramë në shtëpi. Debati bëhet edhe më I fortë kur Miri thot se Selina nuk është duke treguar të vërtetën. Ai shton se sipas tij ajo po përpiqet të duket sikur nuk I intereson, por në të vërtetë ende ndjen diçka për të. Në një moment, Miri shprehet edhe më ashpër dhe thotë se sipas tij Selina është mashtruese. Ai shpjegon se mënyra si ajo sillet me disa banorë dhe mënyra si ndryshon qëndrime nga një moment në tjetrin e bën të mendojë kështu. Këto fjalë dhe nervozojnë shumë Selinën. Ajo I kërkon Mirin të mos përdor fjalë të tilla për të dhe I thotë se nuk ka asnjë të drejtë ta quajë mashtruese. Selina shton se ajo gjithmonë ka qenë e sinqertë për atë që ndjen dhe për mënyrën si sillet me njerëzit në shtëpi. Ndërkohë disa nga banorët e tjerë që janë pranë fillojnë të reagojnë. Disa prej tyre përpiqen ta qetësojnë situatën dhe u thon të dyve të mos e çojnë debatin kaq larg. Të tjerë dëgjojnë me interes diskutimin dhe komentojnë mes tyre atë që po ndodh. Miri vazhdon të flasë dhe thotë se nuk ka asgjë personale kundër Selinës, por ai thjesht po thotë atë që mendon. Ai shton se për të është shumë e qartë që Selina ende ka ndjenja për të dhe se ajo po përpiqet ta fshehë këtë gjë përpara të tjerëve. Selina I përgjigjet me tone të forta dhe I thotë se ai po e mbivlerëson shumë veten. Ajo shton se nuk ka asnjë arsye pse duhet të ketë ende ndjenja për të dhe se ai duhet të ndalojë së krijuari histori që nuk janë të vërteta. Debati vazhdon për disa minuta ndërsa atmosfera në shtëpi bëhet gjithnjë e më e tensionuar. Disa banorë përpiqen të ndryshojnë temën për të ulur tensionin, ndërsa disa të tjerë largohen nga zona për të mos u përfshirë në konflikt. Në fund, edhe pse zërat fillojnë të ulen dhe situata qetësohet pak, duket qartë se mes Mirit dhe Selinës është krijuar një përplasje e fortë. Të dy mbeten me mendimet e tyre dhe tensioni mes tyre vazhdon të ndihet edhe më vonë gjatë mbrëmjes në shtëpi. Një debat I fortë ka shpërthyer në shtëpi mes Selinës dhe Juelës, duke krijuar një moment shumë të tensionuar mes banorëve. Gjithçka nisi gjatë një bisede në sallon, ku situata ndryshoi kur Selina filloi të kritikojë Juelën. Selina thotë se ka vënë re sjellje nga Juela që nuk I duken të sinqerta dhe se ajo nuk është një person I drejtë për drejtë. Juela fillimisht u përpoq ta marrë situatën me qetësi, duke kërkuar një diskutim normal pa e kthyer në debat. Por Selina, e irrituar, vazhdoi me tone të ashpra duke e quajtur Juelën si një nga vajzat më të këqija në shtëpi. Selina shtoi se Juela bën veprime pa menduar, duke e nervozuar Juelën që I kërkoi të mos përdor ofendime. Debati u ndes kur Selina përmendi Rogertin, duke akuzuar Juelën se po e bën këtë vetëm për vëmendje dhe lojë. Juela u përgjigj menjëherë duke thënë se Selina po shpik gjëra dhe se misia e saj me Rogertin është normale. Disa banorë u përpoqen të qetësonin situatën, por tensioni mes tyre vazhdoi të ndihej gjatë gjithë mbrëmjes. Në fund, situata u qetësua pak, por përplasja mes Selinës dhe Juelës mbetet një krisje e madhe në shtëpi. Pas ditësh të tëra afrimiteti dhe tensioni emocional, në shtëpinë e Big Brother ka ardhur më në fund momenti që shumë ndjekës e prisnin, puthja mes Brikenës dhe Mateos. Të dy janë parë shpesh pranë njëri tjetrit, duke ndarë biseda të gjata dhe duke treguar një afërsi që nuk kaloi pa u vënë re nga banorët e tjerë. Megjithatë, për një kohë të gjatë mes tyre dukej se ekzistonte një lloj hezitimi. Pikërisht kjo pritje e bëri momentin e fundit edhe më emocionues.
Brikena u afrua drejt Mateos dhe e puthi, duke e kthyer atë moment në një nga skenat më romantike të ditëve të fundit në shtëpi. Puthja e tyre u prit me buzëqeshje nga banorët, ndërsa në rrjetet sociale momenti u shpërndua menjëherë nga fansat e spektaklit. Për shumë fansa, Brikena dhe Mateo po shihen tashmë si një nga çiftet më të bukur, me një marrëdhënie të qetë dhe të natyrshme. Sigurisht, çdo marrëdhënie është gjithmonë në impresionin e lojës dhe nominimeve, por kjo puthje tregoi fuqinë e emocioneve të sinqerta. Mes gjithë tensioneve, ka ende vend për histori dashurie që e bëjnë spektaklin edhe më interesant për publikun. Një debat shumë i ashpër ka shpërthyer në shtëpi. Këtë herë, Selina dhe Juela janë përballur me një nga momentet më të tensionuara të ditës. Gjithçka nisi në sallon, kur Selina filloi të kritikonte hapur Juelën për sjelljen e saj, duke u shprehur e shgënjur nga veprimet e saj të fundit. Tensioni u rrit kur Selina përdori tone shumë të ashpra, duke e cilësuar Juelën si personin më të pasinqert dhe vajzën më të shpifur në shtëpi. Juela nuk qëndroi në heshtje. Ajo u shpreh e lënduar dhe i cilësoi akuzat si të padrejta, duke pretenduar se gjithçka vanishet ishte një keqkuptim. Selina na akuzoi se flet pas shpine për njerëzit dhe se kërkon vëmendje me situata të krijuara, duke humbur çdo respekt për të. Banorët e tjerë u përpoqën të ndërhynin për të ulur tensionin, por atmosfera në shtëpi u bë jashtëzakonisht e rëndë. Edhe pse situata u qetësua pak, marrëdhënia me Selinës dhe Juelës duket se ka marrë një goditje të fortë që do të lërë pasoja. Big Brother mbetet një sfidë e vërtet karakteresh. Si do të jetë bashkëjetesa e tyre pas këtij shpërthimi? Mbetet të shihet. Një tjetër debat i fortë ka shpërthyer në shtëpi. Këtë herë, përplasja mes Rogertit dhe Selinës ka arritur në tone shumë personale. Gjithçka nisi kur banorët po komentonin afrimin me Selinës dhe Gimbos, por biseda mori një kthes të papritur. Rogerti i tha Selinës se ajo nuk ka turp dhe se po e përdor Gimbon vetëm si pjesë të lojës, pa pasur ndjenja të vërteta. Selina u habit nga këto fjalë dhe reagoi menjëherë, duke i kërkuar Rogertit të mos flasë për ndjenjat e saj sikur i di të gjitha. Rogerti përmendi ndryshimin e sjelljes së saj, nga afrimi me Mirin te Gimbo, duke e cilësuar si lëvizje sipas interesit të momentit. Për Selinën është normale të krijosh marrëdhënie të ndryshme në atë shtëpi, pa u interpretuar çdo gjë si një plan i fshehtë. Ajo u shpreh e lodhur duke u portretizuar si një person që luan me të tjerët, duke theksuar se çdo gjë është pjesë e jetës brenda. Tensioni mbetet i fortë dhe debati përfundoi pa pajtim. Si do të ndikojë kjo në të ardhmen e Selinës brenda shtëpisë? Një debat i fortë ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother. Edisa dhe Mateo janë përballur hapur për një temë që deri tani ishte lënë në heshtje. Edisa ju drejtua Mateos me tone kritike, duke i kujtuar se ai kishte një të dashur jashtë shtëpisë përpara se të hynte në lojë. Ajo tha se nuk i duket as pak e sinqert mënyra se si Mateo po sillet me Brikenën, duke e akuzuar se po i shkon pas për strategji. Mateo nuk heshti. Ai u shpreh se jeta jashtë është personale dhe se ndjenjat brenda shtëpisë intensifikohen natyrshëm. Sipas tij, të jetosh 24 orë bashkë e bën normale krijimin e afeksionit, por Edisa mbeti e palkundur në dyshimet e saj. Edisa insistoi se Brikena duhet ta ditë të vërtetën e tij jashtë, në mënyrë që të mos krijojë pritshmëri të gabuara brenda lojës. Debati la pas një atmosferë të tensionuar. Banorët e tjerë diskutojnë, a është Mateo i sinqert, apo është e gjitha pjesë e një plani? Mbetet të shihet se si do të ndikojë kjo përballje në rrugëtimin e tyre. Në Big Brother, e vërteta del gjithmonë në shesh. Një debat i fortë ka shpërthyer në shtëpinë e Big Brother mes Edisës dhe Brikenës, duke krijuar tension të madh mes banorëve. Situata nisi gjatë një bisede që në fillim dukej e qetë, por shumë shpejt u kthye në një përballje të ashpër mes dy vajzave. Edisa ishte ajo që e nisi diskutimin duke ju drejtuar Brikenës me tone mjaft të drejtë për drejta. Ajo foli për sjelljen e saj me Mateon. Edisa u shpreh se Brikena po i jep shanse Mateos brenda shtëpisë, ndërkohë që sipas saj ajo ka një të dashur jashtë. Unë mendoj që kjo është mashtrim, tha Edisa. Ti po i jep shpresë Mateos, ndërkohë që ke një person jashtë. Këto fjalë e acaruan menjëherë Brikenën, e cila nuk e priti mirë akuzën dhe reagoi me tone të forta. Ajo tha se Edisa nuk duhet të ndërhyjë në jetën e saj personale dhe se askush nuk mund të gjykojë situatat e saj jashtë.
Brikena theksoi se shumë gjëra po interpretohen gabim dhe se ndjenjat janë çështje shumë personale. Mos më quaj mashtruese, u shpreh Brikena. Ti nuk e di çfarë kam unë jashtë. Mos fol për gjëra që nuk i di. Debati u mbyll pa një pajtim, duke lënë pas një atmosferë të rëndë që do të vazhdojë të diskutohet gjallë. Një debat shumë i ashpër ka shpërthyer në shtëpi me Selinës dhe Rogertit, duke krijuar një situatë shumë të tensionuar që ka tronditur edhe banorët e tjerë. Gjithçka nisi pas disa komenteve të Rogertit që Selina i mori si provokim të drejtpërdrejtë ndaj saj. Fillimisht ata po diskutonin në sallon bashkë me disa banorë të tjerë. Biseda dukej normale, por shumë shpejt atmosfera ndryshoi. Rogerti filloi të bëjë disa komente për Selinën dhe mënyrën se si ajo po sillet në shtëpi. Ai tha se sipas tij Selina po luan një lojë të dyfisht dhe se nuk është aq e sinqertë sa mundohet të duket para të gjithëve. Këto fjalë e acaruan menjëherë Selinën. Ajo u kthye nga Rogerti me një ton shumë të ashpër dhe i tha se nuk ka asnjë të drejtë të flasë për të në atë mënyrë. Selina i tha se Rogerti po përpiqet vazhdimisht ta provokojë dhe se kjo gjë nuk i pëlqen as pak. Debati u bë gjithnjë e më i fortë. Rogerti nuk u tërhoq nga fjalët e tij dhe vazhdoi të thotë se ai thjesht po jep mendimin e tij dhe se nuk ka frikë të thotë të vërtetën. Kjo gjë e nervozoi edhe më shumë Selinën. Në një moment Selina u ngrit në këmbë shumë e irrituar dhe filloi t'i flasë Rogertit me zë të lartë. Ajo i tha që të ndaloj menjëherë dhe të mos përmend më emrin e saj. Selina dukej shumë e revoltuar dhe emocionale, ndërsa banorët e tjerë filluan të shikonin situatën me shqetësim. Rogerti nga ana tjetër vazhdonte të përgjigjej dhe të mos tërhiqej nga debati. Ai tha se Selina po reagon në mënyrë të egzageruar dhe se nëse nuk i pëlqen mendimi i tij, ajo duhet thjesht ta injorojë. Por kjo fjali ishte si një shkëndijë që e ndezi edhe më shumë situatën. Selina u afrua drejt Rogertit shumë e nervozuar dhe në një moment dukej sikur tentoi ta godas nga nervat. Banorët që ndodheshin aty pranë menjëherë dhe u futën në mes për ta ndaluar situatën që të mos përshkallëzojë. Selina vazhdonte të bërtiste dhe i thoshte Rogertit, "Ik shtuku prej këtu. Mos më fol më. Mos më përmend emrin." Ajo e ofendoi dhe i tha se është lodhur nga provokimet e tij të vazhdueshme. Atmosfera në shtëpi u bë shumë e rëndë. Disa banorë u përpoqen ta qetësonin Selinën duke i thënë që të ulej dhe të merrte frym thellë. Ata i thanë se nuk ia vlen të arrijë deri në atë pikë për një debat. Ndërkohë Rogerti qëndronte pak më larg dhe vazhdonte të fliste, duke thënë se nuk ka bërë asgjë të gabuar dhe se Selina po e egzageron situatën. Kjo gjë bëri që disa banorë të tjerë t'i kërkonin edhe atij të qetësohej dhe të mos vazhdonte ta provokonte më. Selina dukej ende shumë e revoltuar. Ajo vazhdonte të thoshte se Rogerti gjithmonë përpiqet ta nxjerrë nga vetja dhe se kjo gjë është bërë e padurueshme për të. Sipas saj, ai po e bën qëllimisht për të krijuar konflikt dhe për të marrë vëmendje. Disa nga banorët e morën Selinën më njam për ta qetësuar. Ata i thanë që të mos lejoj që një debat ta çojë deri në atë pikë dhe se është më mirë të largohet për pak nga situata. Nga ana tjetër, edhe Rogerti u tërhoq pak dhe ul në një cet të sallonit, por tensioni mes tyre mbetet shumë i fortë. Të gjithë në shtëpi filluan të flisnin për atë që ndodhi dhe për mënyrën se si debati u përshkallëzua kaq shpejt. Shumë banorë u shprehen të habitur nga reagimi i Selinës, ndërsa disa të tjerë thanë se Rogerti e kishte provokuar vazhdimisht dhe se ishte e pritshme që një moment ajo të shpërthente. Situata mbetet shumë e tensionuar dhe duket se marrëdhënia mes Selinës dhe Rogertit është përkeqësuar edhe më shumë. Tani mbetet për t'u parë nëse ata do të arrijnë ta sqarojnë këtë konflikt apo nëse përplasjet mes tyre do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim brenda shtëpisë. Në shtëpi shpërthen një debat i fortë mes Brikenës dhe Selinës. Atmosfera në fillim duket e qetë, por shumë shpejt situata tensionohet kur Brikena vendos të thotë hapur mendimin e saj për Selinën. Ajo thotë se nuk i duket as pak e sinqert mënyra se si Selina po sillet me Gimbon dhe se sipas saj, Selina nuk e do vërtet atë. Brikena vazhdon duke thënë se ajo ka vënë re shumë momente gjatë ditëve të fundit që e kanë bërë të mendojë kështu. Ajo thotë se njëherë Selina duket shumë e afërt me Gimbon, ndërsa herë të tjera duket sikur po e përdor situatën vetëm për të marrë vëmendje në shtëpi. Selina thotë se askush nuk mund të di çfarë ndjen ajo brenda dhe se Brikena po flet pa e ditur të vërtetën.
Debati mes tyre bëhet gjithnjë më i fortë dhe edhe banorët e tjerë fillojnë të afrohen për të parë çfarë po ndodh. Ajo thot se për të është shumë e qartë se Selina nuk është e sinqertë dhe se gjithë kjo histori me Gimbon po përdoret si pjesë e lojës brenda shtëpisë. Ajo thot se është lodhur duke dëgjuar njerëz që komentojnë jetën dhe ndjenjat e saj dhe se Brikena nuk ka asnjë të drejtë të thotë se ajo nuk e do Gimbon. Në një moment debati bëhet edhe më i ashpër, pasi Brikena i thot Selinës se nëse ajo do ta donte vërtet Gimbon, nuk do të kishte dyshime dhe nuk do të ndryshonte sjellje kaq shpesh. Selina e kundërshton menjëherë këtë dhe thot se çdo njeri ka mënyrën e vet për të përjetuar ndjenjat dhe se askush nuk mund ta vendosë një rregull për këtë gjë. Ndërkohë banorët e tjerë shikojnë debatin me shumë interes. Atmosfera në shtëpi bëhet shumë e tensionuar dhe duket qartë se kjo përplasje mes dy vajzave mund të vazhdojë edhe më gjallë.